Në samitin e IDU-s, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha e cilësoi farsë të parashikuar dhe realizuar në një klim terrori politik procesin elektoral të 11 majit. Këto zgjedhje u zhvilluan në një klim terrori të paparë, ku kryeministri, i cili tani udhëheq një narkoshtet, i pari dhe i vetmi narkoshtet në Evropë, për të siguruar mandatin e 4 vuri në burg, në arresht shtëpie apo në ndjekje penale, 3 drejtues të partive kryesore të opozitës, u hoqi mandatet kryetarëve të bashkive dhe burgosi deputet të opozitës. Berisha theksoi se këto zgjedhje ishin të manipuluara dhe të kontrolluara nga një regjim që e ka kthyer Shqipërinë në një narkoshtet. Si narkoshtet që është, Shqipëria u bë vegël e organizatave kriminale, që u përdorën gjerësisht për të siguruar vota për kryeministrin. Për të fituar, kryeministri e ktheu administratën dhe shtetin në një makineri të madhe elektorale. U përdorën mjete publike financiare për të blerë vota. Konkretisht do pensionisti ju dhanë 100 euro në mes të fushatës zgjedhore, si dhurat nga kryeministri. Po ashtu 2 ditë përpara zgjedhjeve, kryeministri shpalli një amnisti për të gjitha gjobat dhe interesa 10 vjeçare, me një total prej 200 milion eurosh. Punojësit e administratës publike u vunë nën presion. U kërkua që secili të siguronte 10 vota nga familja, si dhe nga rrethi i tij familjar. Sipas kryedemokratit, bandat brenda dhe jashtë vendit prodhuan përmes pagesave dhe presioneve 28 deputet të lidhur me grupet e krimit të organizuar. Në zyrën e tij ka një person që koordinon aktivitetin e organizatave kriminale shqiptare, brenda dhe jashtë vendit. Në këto zgjedhje këta individ kishin për detyrë të sillin në parlament 28 deputet, përmes pagesave dhe terrorit. Në fakt, sot njerëzit më të votuar janë kandidatë anonim të këtyre bandave dhe organizatave kriminale. Censura e medjave dhe bllokimi i TikTokut për të parandaluar kritikat ndaj qeverisë për Berishën ishin të tjera përpjekje për të kontrolluar informacionin dhe kufizuar lirinë e shprehjes. Ai bllokoi TikTokun dhe e bëri këtë vetëm që të mos kritikohej. Berisha kërkoi mbështetje nga IDU, PPE, CDI dhe qeveritë e huaja për të siguruar që shqiptarët të mund të votojnë në kushte të lira dhe demokratike. Mos ndërhyrja sipas tij mund ta çojë vendin në një krizë të thellë. Zgjedhjet ishin fars. Nëse nuk u kthejmë të drejtën për të votuar shqiptarëve, vendi do të zhduket. Sipas Eurostat, vetëm në 10 vitet e fundit, 1.990.000 shqiptar janë larguar drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit edhe një herë për mbështetjen shumë të çmuar që keni treguar. Kërkoj sërish mbështetjen nga qeveritë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në mënyrë që kombi im të mund të votojë i lirë. Ky qendrim i Berishës vjen në një kohë kur Partia Demokratike është shprehur se është në emergjencë për mbrojtjen e votës së lirë dhe ka paralajmëruar sensibilizimin e kësaj çështje jo vetëm me kancelaritë europiane, por edhe në Senatin dhe Kongresin amerikan.